Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Koma është një nga gjendjet më misterioze të mjekësisë moderne. Një gjendje ku trupi njeriut është i gjallë, zemra e re, mushkrit punojnë, por vedia duket sikur është zhdukur. Për familjarët është një pritje e dhëmshme, për mjekët një sfidë klinike. Por për disa pacientë që janë zgjuar nga koma, ajo periudhë nuk ka qenë bosh. Përkundrazi ka qenë mbushur me përvoja të thella, të gjalla dhe shpesh të pashpjegueshme. Në këtë video do të shqyrtojmë histori të dokumentuara të pacientëve që pas zgjimit nga koma kanë treguar se pan, dëgjuan ose përjetuan diçka gjatë asaj kohe. Disa nga ato përvoja përputhen mes tyre, pavarësisht kulturës, moshës apo besimit fetar. Të tjerat mbeten unike dhe personale. Pyetja kryesore mbetet: çfarë ndodh me vedijen njerëzore kur trupi është në koma? Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Çka është koma nga ana mjekësore? Nga pikpamja mjekësore, koma është një gjendje e thellë pa vedije që mund të shkaktohet nga trauma në tru, hemorragji cerebrale, mungesë oksigjeni, infeksione të rënda ose mbidoza medikamentesh. Pacienti nuk është në gjumë normal dhe nuk mund të zgjohet me stimulim. Megjithatë, aktiviteti i trurit nuk ndalet plotësisht. Studime neurologjike kanë treguar se edhe në koma disa zona të trurit vazhdojnë të funksionojnë. Kjo ka hapur debatin shkencor nëse vedia shuhet plotësisht apo thjesht ndryshon formë. Tani do t'ju tregojmë disa histori të personave që u zgjuan nga koma. Historia e parë: i dëgjoja mjekët por nuk mund të flesja. Një grua rreth të 40-tave, e cila ra në koma pas një aksidenti të rënd automobilistik, tregoi se gjatë gjithë kohës ndjente sikur ishte zgjuar, por e paralizuar. Ajo dëgjonte zërat e mjekëve, infermierëve dhe familjarëve, por nuk kishte asnjë mënyrë për të reaguar. Ajo përshkruante një ndjenjë paniku fillestar, që më pas u kthye në qetësi. E kuptova që po flisnin për mua dhe dëshiroja t'u thosha se isha aty, tha ajo. Kur u zgjua, ajo ishte në gjendje të përshkruante me saktësi biseda që kishin ndodhur gjatë ditëve të para të komës së saj, përfshirë detaje që nuk i kishin thënë kurrë më pas. Ky rast ka nxitur shumë mjekët të rishikojnë mënyrën se si flasin pranë pacientëve në koma, duke supozuar se dëgjimi mund të jetë ende aktiv. Historia e dytë: përvoja e dritës dhe paqes. Një pacient tjetër, i cili ra në koma për më shumë se 2 javë pas një arresti kardiak, përshkroi një përvojë krejtësisht ndryshe. Ai nuk kujtonte spitalin, zërat apo dhimbjen. Përkundrazi, ai tregoi se ndodhej në një hapësirë të mbushur me dritë ngrohtë dhe një ndjenjë të thellë paqeje. Sipas tij, nuk kishte kohë as frikë, vetëm një ndjesi pranimi dhe qetësia absolute. Ai tha se nuk kishte dëshirë të kthehej, por në një moment ndjeu sikur u therr mbrapsht. Pas zgjimit, ky pacient raportoi ndryshime të mëdha psikologjike. Humbi frikën nga vdekja, u bë më empatik dhe më i përqendruar në kuptimin e jetës. Këto ndryshime janë raportuar shpesh, edhe nga pacientë të tjerë me përvoja të ngjashme. Historia e tretë: takime me figura të njohura. Disa pacientë kanë treguar se gjatë komës kanë parë persona të afërt që kishin ndërruar jetë më herët. Këto figura shpesh përshkruhen si qetësuese, mbrojtëse ose udhëzuese. Një burr i moshuar tregoi se pa nënën e tij, e cila kishte vdekur dekada më parë. Sipas tij, ajo nuk foli, por prania e saj i dha një ndjenjë sigurie. Kur u zgjua, ai ishte i bindur se përvoja ishte reale, jo një ëndër. Shkenca nuk ka ende një përgjigje përfundimtare për këto raste. Disa studiues sugjerojnë se truri krijon këto imazhe si mekanizëm mbrojtës. Të tjerët mendojnë se vedia mund të funksionojë në mënyra që ende ne nuk i kuptojmë. Historia 4: diçka nuk donte të më lente të zgjohem. Një pacient rreth të 30-tave ra në koma pas një infeksioni të rëndë që preku sistemin nervor. Për javë të tëra, mjekët nuk ishin të sigurt nëse ai do të zgjohej ndonjëherë. Kur më në fund u kthye në vedije, ai fillimisht refuzoi të fleste për atë që kishte përjetuar. Vetëm pas disa muajsh, ai pranoi se gjatë komës ndodhej në një hapësirë të errët, pa formë të qartë, ku ndjente praninë e diçkaje tjetër. Nuk e përshkruante si figurë njerëzore, por si një ndjenjë të vazhdueshme presioni, sikur po e vëzhgonte.
A i tregoi se sa herë përpiqej të ngjitej drejt dritës ose të çohej, ajo prani bëhej më e fortë, sikur po e tërheqte mbrapsht. Momentin e zgjimit e përshkroi si një shkëputje e dhunshme. Pas kësaj përvoje, ai vuajtje për një kohë të gjatë nga ankthi i natës dhe frika për të fjetur, nga frika se do të kthehej sërish atje. Ky rast ka ngritur pyetje shqetësuese për përvojat e errta gjatë komës, të cilat raportohen më rrallë, por që lën pasoja të thella psikologjike. Historia 5. Pa zhdomëntime nga lart dhe diçka tjetër. Një grua re e cila ra në koma pas një operacioni me komplikime, tregoi një përvojë që e përndoqi për vite me radhë. Ajo tha se në një moment ndjeu sikur u shkëput nga trupi dhe po qëndronte mbi shtratin e saj në spital. Ajo pa mjekë duke lëvizur, pa icje që biponin dhe trupin e saj të shtrirë pa ndjenja. Por ajo që e trembi më shumë ishte fakti se nuk ishte vetëm. Në cep të dhomës, sipas saj, ndodhe një hije errët, pa tipare të qarta që nuk lëvizte. Ndjenja nuk ishte kërcënuese në mënyrë direkte, por thellësisht e ftohtë dhe e rëndë. Kur u përpoq t'i largohej, përvoja u ndërprej më një herë, edhe ajo u zgjua në trupin e saj. Ajo theksoi se nuk i ngjante as pak një ëndre. Për vite me radhë, ajo shmangte të fliste për këtë përvojë nga frika se nuk do t'i besohej. Megjithatë, mbeti e bindur se ajo që pa ishte reale për të, dhe nëse shkenca nuk ka një shpjegim. Çfarë thot shkenca sot? Neurologjia moderne pranon se truri është shumë më kompleks se sa mendohej më parë. Disa studime me rezonancë magnetike funksionale kanë treguar se pacient në koma mund të reagojnë në mënyra minimale ndaj stimulimit verbal, edhe pse nga jashtë duken plotësisht të pavetëdijshëm. Megjithatë, shkenca ende nuk mund të konfirmojë nëse përvojat e përshkruara janë reale në kuptim objektiv, apo produkte të aktivitetit të trurit në kushte ekstreme. Ajo që dihet është se këto përvoja ndikojnë thellë tek pacientët, shpesh duke ndryshuar mënyrën se si ata e shohin jetën. Historitë e pacientëve që kanë parë diçka gjatë komës na sfidojnë të rishqyrtojmë kufijtë e vetdijes njerëzore. A është mendja aktive edhe kur trupi është i heshtur? A është vetdia më shumë se aktivitet elektrik në trup? Për momentin, këto pyetje mbeten pa përgjigje të qarta, por një gjë është e sigurt. Për ata që i kanë përjetuar, këto momente kanë qenë reale, të thella dhe transformuese. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.